Përshëndetje, shpirta në evolucion. Sot, data 3/4/2025 dhe energjia e ditës së sotme e gjitha është energjia femërore mashkullore, do më thënë balancimi, ekuilibri i të dyve gjenive sot. Juve gratë respektoni burat dhe ju burat respektoni gratë sot. Në të njëjtën kohë e gjitha energjia del 16. Çfarë mund të bëjmë sot? Një ushtrim që do të ndihmojë në zhvillimin tënd personal. Në radhë të parë, ja të shikojmë dhe këto, dua të them që mos harro të porositësh librin Agenda Magjike, udhëzimi i zhvillimit personal nga botimet Rafti Magjik në Tiranë, por në të njëjtën kohë në të gjitha rrjetet sociale, ose komunikoni me mua, t'ju tregoj më tepër si mund ta porosisni. Kush është në Shqipëri mundet ta porositi dhe nga Shqipëria në të gjitha bibliotekat që t'ja usjelli. Kush është jashtë Shqipërisë mund të komunikoni me Raftin Magjik dhe t'ja usjelli. Pse vazhdoj dhe them që duhet të merrni këtë libër të vogël, agjendë të vogël që është udhëzues. Çfarë do gjejmë? Dhe një ditë tjetër do bëj dhe një video çfarë pikërisht gjejmë këtë. Në radhë të parë do gjesh ushtrimet e mëngjesit që do të bëjnë ndryshimin e jetës tënde. Ato që bëj unë çdo mëngjes para se të dal nga shtëpia ose para se të filloj një terapi private. Dhe do gjesh energjitë e çdo muaj në bazë të muajit që je lindur. Do gjesh në çfarë numri rrin tek shtëpia ose ke biznesin dhe çdo të thot për ty. Do gjesh informacione për vitin 2025 dhe energjinë e tij, dhe çfarë do bëhet në Shqipëri, në tërë botën, dhe çfarë do bëhet deri në 2030 dhe kush është çelësi i lumturisë. Në të njëjtën kohë dhe meditime të ndryshme, të shikosh si të sjellësh në ekuilibër gjinin mashkullore dhe femërore, dhe si të punosh me veten tënde dhe të jesh mirënjohëse për ato që ke dhe çfarë do ndryshojnë këto shkrime në jetën tënde. Në të njëjtën kohë, sot dua të them gjithashtu, sepse është një ditë e mirë të marrësh simbolin e mrekullive, metodë shërimi për lirimin e 83 frikave kryesore dhe fobive të ndryshme që ke dhe nuk të lejojnë të jetosh në lumturi dhe në gëzim. Nga botimet living këtë dhe kudo në rrjetet sociale, kudo që je në tërë botën mund të ta dërgojnë. Dhe mund të shikosh dhe e shkruajmë si fillon dhe si punon për të gjitha. Kush do më tepër informacione të komunikoj këtu tek YouTube-i dhe në të njëjtën kohë dhe në rrjetet sociale të më shikoj në Facebook, në Instagram, në TikTok, Flutra me fat 333, shpërndani video dhe në qoftë se më shikon për herë të parë, bëj regjistrimin tënd dhe shpërndaj këtë video dhe në njerëz të tjerë, sepse do gjeni mbi 700 video që kam bërë për ju dhe terapi private dhe terapi në grupe që do t'ju ndihmojnë. Por sot do përqendrohem tek dita që nxjerrim energjinë e 16. Sot duke pastruar shtëpinë ose në qoftë se ke disa rroba që nuk i vesh, merri dhe emërtoj 16 gjëra, sende, rroba, akoma dhe plera që do t'i hedhësh në plerat duke i emërtuar. Për shembull, është mbaruar ky silolapsi, siç e shikoni, dhe këtë e emërtoj me diçka nga emocionet negative që mund të kesh. Për shembull, shikoni 16 emocione që mund të emërtosh. Silolapsin, frika nga e ardhmja dhe pasiguria ekonomike. Është shumë e theksuar frika e pasigurisë dhe të ardhmes në Shqipëri.
akoma dhe frika e ndryshimit, të ndryshojnë nga e kaluara dhe të ri akoma në rolën e viktimës, në rolën e dhunësit, si që ka qenë nena ime, babai im dhe paraardhësit e mi. Është shumë e theksuar. Prandaj, kjo e shikon edhe thaj kësaj frikës, do të thënë mënyra si do t'i përdorësh, do t'a marrësh atë që në sendin që do të edhësh dhe do të heqësh nga shtëpia sot dhe thuash, tani të shikoj, ti je frika e ndryshimit, dhe e sa ardhmës, frika e pasigurisë ekonomike, tani të shikoj, të falenderoj, por unë të liroj sepse nuk je timja. Unë përjetoj në 2025 dhe kam shumë vlera që mundem të bëj gjithçka. Ti nuk je imja, të falenderoj dhe të liroj. Dhe pa pyetje me sy të mbyllur nëse do të lidhesh me sytë e shpirtit. Çfarë të mësovi kjo frika e pasigurisë? Frika të bllokosh veten tënde, të ecësh përpara. Gjithmonë është të duash veten dhe të mësosh forcën tënde, sepse deri tani duke u përkushtuar tek prindërit, paraardhësit tënd dhe s'ke bërë diçka ndryshe, ti i ke treguar dashurinë me atë bllokimin tënd nenës dhe babait tënd dhe paraardhësve. Por e vërteta është që ti je diçka ndryshe, por deri tani ke refuzuar vetit tënde, forcat tënde. Ndaj, kjo frikë të ndihmove deri tani, por ti mund ta lirosh. Në këtë mënyrë mund të emërtosh dhe sendet e tjera me emocione të tjera. Këtë e kam bërë dhe të Vila 24 sot, shiko edhe atje nëse dëshiron, dhe mund të më ndjekësh çdo mëngjes në orën 10 në mëngjes në Vila 24 që të shikosh gjërat e reja që mund të japim. Zemërimin, sidomos në marrëdhëniet familjare dhe çifte, do të thënë, emërtoj diçka dhe thuaj, këto syzet do t'i largoj, sepse këto janë zemërimi im me partnerin tim. Ju dua, ju kam, por nuk je timja. Unë zemërohesha me partnerin, sepse mamaja ime zemërohesh, ose baba im zemërohesh me partnerin dhe kishin konflikte. Ndaj të shikoj dhe të liroj. Çfarë më mësovi ky zemërimi? Që unë të dua veten, dhe kur unë dua veten, atëhere të dua dhe partnerin tim, dhe partneri im, sepse janë pasqyrë e tij, do më ndihmoj. Dhe do më shikoj me sy tjetër. Përpiqem të them shumë gjëra që të arri të ti dëgjosh dhe ti bësh të gjitha këto. Fajin dhe turpin. Shumë njerëz ndjen të ngarkuar nga e kaluara. Çliroheni atë. Mosfalja. Shumë njerëz mbajnë me inate dhe nuk çlirojnë dhimbjen, por mos harroni që urrejtja, kur urrejmë tjetrin, neve kemi urryer veten tonë dhe ky është elmi që neve elmosim veten tonë, bllokojmë mëlçinë, dhe kam thënë dhe në një emision tjetër që mëlçia ka mban shumë urrejtje. Ndaj, nëse ndihesh i fryrë, ke probleme me mëlçinë, dhe kur të filloj të punosh nga ana energjike dhe të lirosh urrejtjen brenda teje, ka shi personave të tjerë, po e vërteta është e ke ka shi teje, atëre ti do zgjedhësh çdo gjë. Dhe kam shumë emocione për më tepër, ndiqeni dhe atë tek Vila 24, mund të lirojmë vetminë, idhërimin, mosfaljen, depresionin, urrejtjen, mërzinë, ankthin, pikëllimin, xhelozinë, turpin, fajin, trishtimin, zëmërimin, edhe shumë të tjera. Por ju, për më tepër, mund të komunikoni me mua që t'ju them mënyrën tjetër si mund t'i përdorni. Thash, një mënyrë është që juve të emërtoni dhe t'i largoni duke e shikuar çfarë mësuam nga kjo emocion që kemi mbajtur. Mënyra tjetër është t'i shkruajmë në një letër dhe sot i liroj dhe i djeg atë letrën nga jashtë duke ndjer lirimin. Një mënyrë tjetër është të bësh afirmim ndaj një emocioni negativ, për shembull, jam i lirë nga frika e shndërrimit, e të ardhmes, besoj në rrjedhën e jetës, edhe shumë gjëra të tjera. Mund të marrim frymë thellë me undë dhe të liroj me gojë duke ndjerë frikën të dalë, ose një idhërim, zëmërimi nga vetja jonë, dhe për më tepër komunikoni tek telefoni 0030 699
321-46-37, të hyni në grupet në Viber dhe në grupet në WhatsApp, që punojmë të paktën falas ndërmjet platformës Zoom çdo të mërkurë, njërë në javë në orën 20 me orën e Shqipërisë, falas duke marrë lingun nga unë, ose në trajnimet që janë më të thella që punojmë në grupe dhe në takime private që të lirohesh nga çdo gjë që të shqetëson. Muaji prill është një muaj shumë i rëndësishëm për të arritur çdo gjë që ti dëshiron dhe është forca maskullore, forca e diellit që ty do të ndihmojë të lirosh shumë gjëra. Le të fillojmë të gjithë së bashku, të punojmë me veten tonë, sepse njerëzit që janë përballë janë vetëm pasqyra jonë. Dhe pavarësisht se deri tani ke patur të gjitha këto, liro veten tënde dhe metoda më e rëndësishme është lirimi nga përkushtimi. Në qoftë se të intereson kjo, duhet të mbyllësh një takim privat që të bëjmë dhe në grup që të bëjmë lirimin e përkushtimit dhe ta gjejmë në çfarë dege, në çfarë vendi ti je përkushtuar tek nëna apo babai jot dhe tek paraardhësit tanë. Gjithashtu, një takim privat që do të ndihmoj shumë ty që ke biznes dhe do të rritësh fitimet në biznesin tënd, gjithashtu dhe gjendje në shtëpinë tënde me njerëzit e shtëpisë, je kryetar familje apo je diçka më poshtë, je antar familje, o nën kryetar, do të thënë për gruan se kryetari gjithmonë mos harroni është mashkulli. Dhe këtë duhet ta respektojmë, po e theksoj shumë në këtë muajin prill dhe do të më dëgjoni ta theksoj, sepse mashkulli ka ardhur nga Zoti dhe është dielli dhe nuk mund të bëhet hena diell. Hena që është gruaja merr energji dhe dritë nga mashkulli. Prandaj ne i kemi të dyja gjinit brenda, makar edhe ju meshkuj dhe gjinin femërore dhe ju femra dhe gjinin mashkullore, por gjithçka duhet jetë në vendin e tij. Kësaj radhe mashkulli është mashkull në këtë jetë dhe duhet i respektojmë dhe është kryetari i familjes. Pastaj është femra. Femra është nën kryetare, fëmijët pastaj janë antarë dhe kështu me radhë. Dhe në qoftë se do të mësoni hierarkinë e familjes, hierarkinë dhe në një biznes që të vinë fitime të mëdha, që të keni harmoni në biznes me njerëzit që punojnë, harmoni në familje, kam çelësin e zgjidhjes të gjithçkaje, por unë nuk mund të bëj as edhe një gjë tek njerëzit që nuk janë gati të bëjnë dhe duan të marrin mësimet e tyre akoma. Këtë që po ju them, i kam provuar vetë dhe jeta ime ka ndryshuar. Dhe po e shijoj më tepër veten me të njëjtë person që kam qenë deri tani. Prandaj, në qoftë se edhe ti je i gatshëm e gatshme që bësh diçka ndryshe nga ato që ke bërë deri tani, unë jam këtu, jam Erita Cake, shëruese terapike, me energjitë dhe mësuese shkrimtare, trajnere e zhvillimit personal, mund të ndihmoj që ti të ndryshosh jetën. Por vetëm kur atëherë ti je gati të ndihmosh. Dhe kam rezultate me shumë persona që kanë filluar dhe punojnë në privat dhe në grupe që kanë ndryshuar veten e tyre. Në qoftë se je gati, jam këtu. Shpërndaj këtë video dhe me njerëz të tjerë se ku i dije, dikush tjetër pret këto fjalë ti dëgjoj. Të dua shumë, të uroj një ditë të bukur dhe mos harro dhe të pastrosh shtëpinë dhe të hedhësh 16 emocionet negative nga vetja jote dhe ti zvendësosh me emocione pozitive. Ti mundesh. Dhe më shkruani ju lutem, cilat janë nevojat tuaja që doni të bëjmë video dhe gjithashtu dhe trajnime të ndryshme. Cilat janë nevojat tuaja që doni të ndryshoni vërtet në jetën tuaj. Më shkruani, komunikoni për më tepër informacione. Dhe mos harroni, analiza e artës e evolucionit të shpirtit është një vegël kryesori që do të ndihmojë të shikosh pikat e dobta dhe të forta tek ty dhe si mund të bësh ndryshimin.
Dhe mos harro që analiza e artës dhe evolucionit të shpirtit punon me në ndërgjegjen tonë, që është 90% dhe jo me personalitetin. Ato gjërat e fshehura që ti nuk i ke marrë vesh akoma. Të dua shumë dhe jam këtu për ty.